Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kiara Tito pyetet për tradhtinë e Luizit, përgjigjja e saj i habit të gjithë. Moderatorja dhe nëna e re Kiara Tito ka qenë e ftuar së fundmi në një emision ku ka folur hapur për jetën pas lindjes së vajzës Luna dhe marrëdhënien me bashkëshortin e saj Luiz Elli. E pyetur për marrëdhënien e tyre, Kiara tregoi se Luizi është një baba shumë i kujdesshëm dhe i përkushtuar. Megjithatë, momenti më i sikletshëm erdhi kur moderatorët e pyetën nëse do ta falte tradhtinë. Përgjigjja e saj ishte e sinqertë dhe e matur. Unë nuk e kam provuar si ndjesi. Nuk e di asnjëherë se si mund të reagosh, po se provove në lëkurën tënde. Është thjesht ta gjykosh nga jashtë, por kam përshtypjen që do të reagoja shumë keq. Deklarata e Kiarës u komentua gjerësisht në rrjet, pasi shumë fansa e panë si një reagim të ndershëm dhe të ndjeshëm, që tregon se ajo preferon të ruajë realitetin e marrëdhënies së saj pa e idealizuar atë.